domethënë pse SPAK-u u detyrua që ta merrte, edhe çfarë e detyroi, domethënë SPAK-u tani që që filloi çështjen penale, edhe mori të regjistruar. Të mos harrojmë që çështja penale përsëri ata kanë, domethënë e kanë akoma në konceptin e tyre SPAK-u edhe sot, që kjo çështje për një pjesë është e gjykuar. Dhe në rasti konkret ata nuk po hetojnë as për Ziver Vehizin edhe as për Faik Myrtën, nuk po hetoj. Ata tani për çfarë po hetojnë? Po hetojnë, jo. Këto normalisht duhet hetojnë. Ja që po hetojnë. Ata tani për të hetuar, po hetojnë vetëm Alex Nikën, e cila nuk është zbuluar kush e vrau, dhe ajo gëzhoj, ai plumb, në cila armë herdhi, dhe e dyta, ata po hetojnë e Kuran Dedën. Kush e vrau e Kuran Dedën? Sepse e gjetën plumi, po s'kan gjetur akoma armë. Po vazhduan të kjo linja, s'kemi gjëtë. Jo. SPAK-u themu qarë beri, pse ju fut kësaj pune dhe nuk e konsideroj si gjetë gjukuar. Se tha gjetë gjukuar e në ata dy, kur e filloj flas gjithmonë. Kurse tani SPAK i ka bërë të gjitha llojet e hetimeve, sepse e detyroi Kolegji Penal i Gjykatës lartë. Kolegji Penal i Gjykatës lartë çështjen për shqyrtim e ka marrë para se të merrë zhvendimi i Gjykatës së Strasburgut. U hodh shorti, i ra, domethënë gjyqtarit atje Sokol Binaj, dhe Sokol Binaj nuk dinte se çdo vendoste Strasburgu, e kishte marrë, domethënë dosjen që e quam neve, sepse nuk na pranoi SPAK, ja quam Gjykatës shkallës parë. Nuk na i pranoi Gjykatës shkallës parë ankimin, ja quam apelit. Apeli tha s'keni drejt as bën ankim fare, na tha neve. Se unë isha avokati, s'ma pranoi ankimin. Unë ja çova Kolegjit Penal Gjykatës lartë rekursin. E thash që kam drejt ta bëj. Le ta vendosi Gjykata e lartë gjë të tillë. Gjykata e lartë e mori dhe në momentin që Gjykata e lartë do kalonte çështjen për gjykim dhe e kaloi çështjen për gjykim, ne atëre na erdhi vendimi i Gjykatës Strasburgut, se u gjykua çështja në Strasburg. Dhe atë vendim të Gjykatës Strasburgut me një shkresë përcjellse, unë e kam dërguar Kolegjit Penal e i thash, përveç çau kemi thënë dhe që ju keni caktuar dhe datën për gjykim, po u japim edhe vendimin e Strasburgut, urdhëror çfarë thot Strasburgu, dhe Strasburgu i vinte vulën të gjitha gjërave, dhe Strasburgu dhe Kolegji Penal i Gjykatës lartë tashmë nuk i thonë SPAK-ut që heto vetëm për Ziver, për Hekuran Dedën edhe për Alex Nikën, po i thotë kush është zinxhiri komandues që ka përgjegjësi dhe që janë bashkëpunëtor në këtë vrasje. Kush është i gjithë ky zinxhir? Është vrasje shtetërore? Kush e bën vrasjen shtetërore? Dhe në këtë aspekt, Sali Berisha do merret patjetër i pandehur për këtë vepër penale që ka kryer. Vrasje të cilësuara. Lulzim Basha do merret i pandehur për këtë vepër penale. Në rast se ai do arri t'ia provoj SPAK-ut që nuk ka lidhje, domethënë me urdhërdhënien, që jashtë vullnetit të tij, jashtë detyrës së tij si ministër, duke qenë ai pasur dieni. Po s'ka patur dieni. Po dieni do të thotë që në momentin ai është ministri i brendshëm. Që s'ka pas dieni? Dhe në momentin ne kemi panë majt kryeministrisë. Po dakord jam, po kur filluan që u bën vrasjet dhe filluan që të qellojnë, domethënë të shënjestrojnë protestuesit, në atë kohë ai kishte pak kohë, thonë që ka ikur fare dhe na kryeministria. Po mua ka thënë se ka pas në zyrë, po pikërisht, prandaj po them, elementët e veprës penale të bashkëpunimit të gjithëve këtyre edhe të Lulzim Bashës, ato do shikohen tani. Të Sali Berishës, elementet e bashkëpunimit janë të hapura, nuk ka nevojë për prova. Pse? Se të gjitha veprimet e tija, të gjitha veprimet janë drejt asaj që është bashkëpunëtor në kryerin e këtyre vrasjeve. Pse? Sepse në rast se ti nuk e dorë që të vrasësh, nuk ishe pse krijon një alibin e çadrave pistolet e qëllimit nga afër e tjera. Në rast se ti nuk ishe gisht në këtë punë, shumë thanë mjekët ta. Në rast se ti nuk ishe gisht në këtë punë, në rast se ti nuk ishe gisht në këtë punë, ata mjek që të bën tyja këtë aktin e ekspertimit të falsifikuar edhe të rrem dhe që janë përgjegjësi penale për të dënuar, ti njeri nuk e çonje për kryetar bashkien Kuks, e tjetri nuk e bënje deputet.
s'kishin lidhja ata me politikën tënde. Pse i more këta i futen gjirin tënd? Edhe u dhe, domethënë, i shpërbleve në këtë mënyrë. Në rast se ti nuk e gishtë këtë punë, atëre ti theqi serverat edhe kamerat, hajde ti merrni edhe kështu u thanë prokurorëve. Këta sa dërguan shkresën, mund ta konfirmoj